Do t'ju tregoj si lexohet një skemë elektrike industriale. Kemi skemën e fuqisë këtu, kemi dhe skemën e kontrollit. Pra do shpjegoj çfarë do të thotë se cili simbol, praktikisht, pra fizikisht. Ndiqeni videon me vëmendje, pasi do ta shpjegoj hap pas hapi. Do jetë pak video i gjatë, por ta ndjekim bashkë. Kjo është skema. Do i shikojmë se cilin komponent me radhë. Këtu pikës pari kemi ushqimin, pra furnizimin që vjen, pra 3 fazët. Pra kjo këtu e para njëherë quhet skema e fuqisë. Pra kemi 3 fazë, sepse ky këtu është motorri, pra ja ta shkruaj këtu. Pra ky është motorri. Dhe normalisht terminalet të motorrit 3 fazët, sepse motorrat 3 fazor nuk kanë neutër. Dhe ky simboli këtu që e kemi shkruar me F ose e kemi edhe me Q, mund ta kemi me Q1, kemi pikërisht këtë simbol këtu. Automatin 3 fazor, pra të fuqisë. Pra ky simbol është praktikisht ky lloj automati. Pra e kemi të qartë, besoj këtë. Bukur. Po çfarë është tani K1-shi? Te K1-shi ne kemi pikërisht kontaktorin ose lëshuesin që ne e njohim në industri. Pra K1-shi është lëshuesi. Në disa raste mund ta shikoni edhe me emrin KM. Pra varet nga ai që bën projektin, pra OK ose KM. Po çfarë është F2-shi tani? Kur jemi tek F2-shi, kjo është, pra nëse këtu, OK, ja ta shkruaj edhe këtu kontaktori, kurse tek F2-shi këtu është releja termike. Pra është kjo pajisja këtu. Në skemën e fuqisë, kjo vendoset në dalje të lëshuesit. Pra kemi 2, 4, 6, pra kemi numrat të 2, 4, 6 dhe kemi 1, 6 hyrjet, pra kjo vendoset në këtë lloj forme tek dalja e lëshuesit dhe motorri lidhet tek dalja e 2, 4, 6 e reles termike. Po të shikoni këtu 2, 4, 6, ja tek i kemi 2, 4, 6. Kjo vihet pikërisht për të mbrojtur motorin, pra releja termike. Pra, nëse i referohemi këtij simbolit këtu, është pikërisht releja termike. Tani, kjo është skema e fuqisë. Por kontrolli tani që të aktivizohen këto, pra po të shikoni, releja ka 97-98 në O, 95-96 këtu në C. Gjithashtu kemi edhe kontrollin edhe tek pjesa e lëshuesit 13-14 dhe A1, A2 për bobinën. Ky është një kontaktor me bobinë 230 volt. Tani, kalojmë tek simboli tjetër këtu. F3-shi ose po them Q3 nuk është gjë tjetër veç se një ndërprerës për kontrollin, pra automat dypolar që e njohim ne për skemën e kontrollit. Dhe këtu kemi marr fazën, kemi dhe neutrin që do vi tek fundet. Pra po e nis nga neutri, A1, A2-shi është bobina e lëshuesit. Pra është kjo këtu. Ja. A1, A2. Tek A2-shi lidhim neutrin, tek A1-shi do kemi skemën që do na vi për fazën. Kurse, kur kemi këtë X1, X2 dhe simbolin rreth me X, nuk është asgjë tjetër veç se këto llambat sinjalizuese, pra që përdoren në industri. Tani, normalisht, këtu kemi 90, pra nga dalja e automatit, ne vim me fazën hym te 95-a e reles termike. Pra vim tek, ja dhe kemi këtu 95-a dhe dalim nga 96-a, pra nga 96-a, kjo këtu së njëshi është butoni emergjencës. Pra, buton emergjence. Tani, normalisht, nga butoni emergjencës, ne vim tani tek butoni stop. Push button. Këto janë me numra. Pra tek 1-2, pra butoni stop.
Pra, ky është stopi këtu. Dhe dalim nga butoni emergjencës, vim te 1-shi i stopit, nga 2-shi i stopit vim tek 3-shi. Pra, ky është në on, normally open, starti. Pra, 3-4 është pikërisht start. Pra, kemi butonin stop, kemi butonin start. Tani, duke qenë se ky është buton, pra kur e shtyp ndizet motori, por kur e gishtin fiket, ky duhet vetë mbahet tani. Dhe në paralel tani me butonin start që kemi 3-shin dhe 4-ën, marrim dy tela dhe vim tani tek lëshuesi në paralel të 13-a dhe tek 14-a, pra te 13-a dhe 14-a, pra starti vjen te 13-a, 14-a, po ku i kemi këto no? Ja, 13-a dhe 14-a. Dhe nga dalja tani e 4-s ose e 14-s vim tek A1-shi, pra marrim një tel këtu me ur, opa, dhe vim tek A1-shi, pra vim tek A1-shi. Kurse këtu kemi dhe 97, 98. Nga 97-a, pra nga 95-a, pra po ta shikojmë këtu nga 95-a te 97-a, pra jemi këtu 95 te 97 do i bëjmë një ur, një tel të vogël këtu, dhe nga dalja e 97-s, 98-s, më falni, do shkojmë tek llamba e kuqe që e kemi pikërisht këtu. Pra llamba e sinjalit e kuqe, se me zi shkruhet se jam njëkohësisht duke bërë dhe videon. Nëse dua që t'i vë dhe një llambë jeshile, do ta modifikoj skemën. Pra do vi tani, opa, rrethi me X, X2, X1 dhe do ta lidh këtu X1-shin. Kur aktivizohet bobina, ndizet dhe llamba jeshile, që tregon që është on. Kurse llamba e kuqe nuk ndizet kur shtypet stopi, që ndalon. Llamba e kuqe ndizet kur vepron releja termike. Pra, kur ka hyrë në mbrojtje releja termike. Pra, si e pat, kjo ishte leximi i skemës elektrike industriale. Në të videot në vazhdim do shikojmë skemat të tjera. Mund ta shpërndani me miq këtë video ose mund i bëni share. Ciao ciao.